Sot, këtu në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës, jemi bërë bashkë për të shënuar ditën ndërkombëtare të gjuhës greke. Kështu dhe do të kemi mundësinë të dëgjojmë ligjëratën me temë me një titull shumë interesant, përjetësia historike e gjuhës greke dhe ndikimi i saj në botën e studiuesve shqiptar, që unë do të quaja me një fjalë përjetësia e një gjuhe që ka ujitur qytetrime, ka formësuar mendime universale, por gjithashtu ka lënë gjumë të thella edhe në botën e dijes albanologjike. Gjuha greke për ne është njëra nga ato gjuhë të vjetra që nuk jeton vetëm në muze, në ndërshkrime apo mbishkrime të lashta, por ajo akoma sot jeton në mënyrën se si ne mendojmë, si argumentojmë, si shkruajmë dhe si ndërtojmë konceptet tona akademike dhe shkencore. Ndërsa në traditën shqiptare lidhja me kulturën dhe gjuhën greke nuk është vetëm historike, ajo gjithashtu është edhe intelektuale. Ne kemi patur poetin tonë kombëtar Naim Frashtin, i cili ka arritur të krijojë poezi në gjuhën greke. Po ashtu, këtu në Fakultetin e Filologjisë, prania mendimit grek është pothuajse e pandashme nga vetjeta akademike. Filozofët e lashtë grek janë të pranishëm gati në secilën fushë të studimit dhe në shumë lëndë kurikulare, sepse pa konceptet e tyre për logjikën, etikën, politikën, estetikën, gjuhën dhe retorikën, sot do ta kishin të vështirë të imagjinonim jo vetëm këtë fakultet, por edhe vetë format moderne të studimit universitar. Kur ne flasim për koncepte si argument, metodë, kritik, kategori, dialektik, etik, poetik, ne në një mënyrë ose në një tjetër jemi në dialog me traditën helene të mendimit dhe të filozofisë. Dua po ashtu të theksoj një shembull të rëndësishëm të ndërmjetësimit kulturor, më saktësisht përkthimin nga zoti profesori Stavri Dajo të romanit të famshëm Zorba të Nikos Kazantzakić. Siç e dini edhe ju, Kazantzakić konsiderohet një nga shkrimtarët më të mëdhenj grek me njohje globale, ndërsa romani Zorba është një roman tek i cili e gjejmë një filozofi të gjallë të lirisë, të dinjitetit njerëzor, si dhe të pasionit për jetën. Përkthimi në këtë kuptim nuk është vetëm transferim fjalësh, pra kam fjalën për këtë përkthim, por është një hapje e botës greke ka një botë tjetër, pra ajo shqiptare. Kështu dhe njohuritë filologjike na ndihmojnë jo vetëm të kuptojmë tekstet, por edhe të deshifrojmë mënyrat se si shoqëritë e ndryshme e kanë parë dhe vazhdojnë ta shohin botën. Për shumë kënd, filologjia është mjet i fuqishëm i dialogut kulturor dhe duke pasur parasysh pasurinë ballkanike me gjuhë, kultura dhe tradita, filologjia bëhet urë që i lidh popujt dhe këtë e bën duke i kapërcyer kufijt politik dhe duke afirmuar vlerat e përbashkëta që i kemi këtu në Ballkan. Dua gjithashtu të theksoj faktin se Fakulteti i Filologjisë në Universitetin e Prishtinës është i gatshëm të ndërtojë ura të reja bashkëpunimi me partnerë në Greqi, dhe kjo mund të bëhet me anë të projekteve të përbashkëta kërkimore, organizimit të konferencave ndërkombëtare, shkëmbimit të studentëve dhe profesorëve si dhe botimeve të përbashkëta. Në mbyllje dua të bëj thirrje për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Prishtinës që ta shohin gjuhën greke jo vetëm si trashëgimi të lavdishme, por edhe si një burim të gjallë frymëzimi, e cila akoma sot e kësaj dite ka çfarë të na jap për të lexuar më shumë, për të përkthyer më shumë, por edhe për të bashkëpunuar më shumë. Kurse zyrën ndërlidhëse të Greqisë në Prishtinë, veçanërisht ambasadorën zonjën Vakali, e falenderoj për gatishmërinë e përhershme dhe inkurajimin që në qendrën e gjuhëve të fakultetit tonë të kemi edhe kursin e gjuhës greke, kurs i cili po shkon mjaft mirë, fal mësimdhënëses dhe punës shumë të zellshme të saj, zonjës Zana Hoxha. Ju falenderit për vëmendjen dhe të gjithëve ju uroj ditën ndërkombëtare të gjuhës greke, një ditë që duhet të na kujtojë se kur fjalët ndërtohen me dije e respekt, bëhen ura që zgjasin më shumë se koha. Faleminderit. Honorable Dean, dear colleagues from the diplomatic community, my dear Jonas, the Swedish ambassador, dear friends, professors, and students, good morning. Welcome to the celebration of the Greek Language Day, a day which has been celebrated since years, but officially proclaimed by UNESCO last year, 2025,
with a decision which recognized Greek as one of the world's oldest living languages and a fundamental pillar of human civilization, education, and intellectual history. The establishment of World Greek Language Day confirms the lasting contribution of the Greek linguistic heritage to global culture, science, philosophy, and thought. The 9th of February was chosen to honor Dionysios Solomos. It was the day of his death. Greece's national poet and author of the Hymn to Liberty, which later became the Greek national anthem. The date symbolically connects the Greek language with freedom, national identity, and cultural expression. Greek is one of the few languages worldwide with continuous written and spoken use for more than 3 millennia. From ancient epic poetry and classical philosophy to Byzantine literature and modern Greek writing, the language has evolved while maintaining a remarkable unity, always using the same alphabet, even though it evolved over centuries, leaving its mark on philosophy and political thought, medicine and health sciences, geometry and mathematics, physics and astronomy. The same is happening with new technologies and bioethics, bioethiki in Greek, fields where we also encounter terms with Greek roots. According to the Nobel Prize winner poet Odysseas Elitis, we, the Greeks, have the privilege to call the sky Uranos and the sea Thalassa, just like Homer and Plato did more than 2,000 years ago. This uninterrupted linguistic tradition allows modern learners of Greek to connect directly with texts and ideas that have shaped Western civilization and global intellectual history. Each year, World Greek Language Day is celebrated by schools, universities, cultural institutions, and Greek communities around the world through educational programs and open lessons, cultural events, discussions on Greek language history, and other activities aiming at underlining the idea that Greek is not only a national language, but a shared cultural heritage of humanity, a language that belongs to the world, since languages are carriers of memory, values, and ideas. Celebrating the Greek language gives us the opportunity to reflect on the foundations of culture, education, and human thought itself. World Greek Language Day is not only a celebration of the past. Modern Greek is a living, evolving language. It continues to adapt to contemporary life while preserving deep links to its ancient origins. Learning Greek today offers a unique experience, mastering a modern European language while gaining insight into the foundations of the Western culture. I wanted to highlight this because I feel honored. We are all honored in the Hellenic Liaison Office that thanks to the devotion, the friendship, and the professionalism of professors of the Faculty of Philology of the University of Pristina, dear Lidita, Milotes, Eniha, Diazana, thanks to the leadership of the University of Pristina, beautiful young people continue learning Greek in the Foreign Languages Center. I'm grateful, we are all grateful to these young friends and their teacher. I do hope that learning Greek will give them one more tool to reflect on how the languages we speak shapes thoughts and culture. I firmly believe that the Faculty of Philology and the University of Pristina,
have become a most important place where we enhance our bilateral relations, Greece with Kosovo, deepening our knowledge and understanding of each other's tradition and culture. I hope that the students of Greek language will discover meaning and beauty in learning Greek. I do thank you all for celebrating the World Greek Language Day with us today. Grateful to the Dean of the Faculty of Philology, thank you so much, for hosting this celebration. Many thanks to the professors and the teachers who continue working with us the path of deepening our friendship. Thank you so much, all of you. Melena Anisa, και είμαι φοιτητρία του Μαθήματος Ελληνικής Γλώσσας. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρισκόμαι εδώ σήμερα, στην Παγκοσμία ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Πρώτα απ' όλα, θέλω ευχαριστώ στην Ελίκη Πρεσβεία για αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πολύ που στηρίξατε το μάθημα Ελληνικής Γλώσσας. Χάρη σε αυτό το μάθημα, μαθαίνω ελληνικά. Μαθαίνω για τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αυτό το μάθημα μας δίνει νέες ευκαιρίες.